Selamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të dashur shikues, sot jemi përsëri bashkë në këtë ditë Ramazani për të thënë diçka të bukur, se si të jemi bamirës dhe të ndihmojmë të tjerët. Pyetja për ju është, çfarë është bamirësia? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu xhaleshanuhu, ndërsa selamet dhe salavatet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në familjen e tij, shokët dhe të gjitha ato që pasuan rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Bamirësia është të bësh mirë për të tjerët, pa pritur asgjë në këmbim. Nuk ka nevojë të japim shumë para, sepse edhe një buzëqeshje, një fjalë mirë apo një ndihmë e vogël është bamirësi. Kur ndihmojmë dikë, Allahu na shpërblen dhe na jep gëzim në zemër. Bamirësia na bën njerëz të dashur dhe na afron më shumë me Allahun. Ramazani është muaj më i bukur për bamirësi, sepse çdo vepër e mirë shpërblehet shumëfish. Në fund, i lutemi Allahut që të na bëjë fëmijë të mirë, të sjellshëm dhe bamirës, dhe të na pranojë çdo vepër të mirë që bëjmë gjatë këtij muaji të bekuar. Amin. E falenderojmë xhanëson për këtë këshill të bukur. Mirupafshim në këshillin e radhës. Allahu a pranoft agjërimin.